Listat e mbyllura, kompromisi i korrupsionit dhe krimi kundër shqiptarëve. Listat e mbyllura në zgjedhje nuk janë zëri i popullit. Ato nuk përfaqësojnë vullnetin e qytetarëve, por janë thjesht një mjet i korrupsionit, nepotizmit dhe krimit që sistemet e vjetra politike përdorin për të mbajtur pushtetin. Kjo nuk është demokraci. Kjo është manipulim i pastër, një sulm i drejtpërdrejtë kundër sovranitetit të popullit shqiptar. Është koha që shqiptarët të ngrihen në këmbë nga çdo trevë shqipfolse dhe t'i kundërshtojnë me vendosmëri këta kriminal që duan ta mbajnë pushtetin me çdo kusht. Listat e mbyllura, një mekanizëm i korruptuar. Listat e mbyllura janë një formë e korrupsionit të sistematizuar. Ato u japin partive politike dhe liderëve të tyre fuqi absolute për të vendosur kush do të hyjë në parlament, duke e larguar qytetarin nga procesi i vendimmarrjes. Në vend që të zgjedhim ne, si popull, këta përfaqësues janë përcaktuar nga lobet e pasme, nga marrëveshjet e fshehta dhe nga interesat personale. Kjo nuk është demokraci, kjo është oligarki e maskuar. Nëpërmjet listave të mbyllura, politikanët e korruptuar garantojnë që ata që hyjnë në parlament janë besnik ndaj tyre, jo ndaj popullit. Kjo është arsyeja pse ne shohim të njëjtat fytyra, të njëjtat mbeturina politike vit pas viti. Ata që kanë shkelur ligjin, kanë abuzuar me pushteti dhe kanë shfrytëzuar pasuritë e vendit, përsëri kthehen në pozita fuqie. Listat e mbyllura janë mjeti i tyre për të ruajtur status quo-n. Nepotizmi dhe korrupsioni, plagët e sistemit. Nepotizmi është bërë një normë në politikën shqiptare. Listat e mbyllura lejojnë që familjarët, miqtë dhe aleatët e politikëtanëve të vendosen në pozita të larta, pavarësisht nga aftësitë ose meritokracia. Kjo nuk është thjesht një abuzim i pushtetit, është një tallje e hapur ndaj çdo shqiptari që punon çdo ditë për të mbijetuar, ndërsa këta të zgjedhur shfrytëzojnë privilegjet e tyre. Korrupsioni është gjithashtu i pashkëputur nga kjo skem. Listat e mbyllura janë një mënyrë për të blerë besnikëri. Politikanët ofrojnë vende në lista në këmbim të mbështetjes financiare ose politike, duke e kthyer parlamentin në një treg ku fuqia shitet dhe blihet. Ky nuk është përfaqësim, është tradhti ndaj popullit shqiptar. Krimi kundër shqiptarëve. Listat e mbyllura nuk janë thjesht një shkelje e demokracisë, ato janë një krim kundër shqiptarëve. Ato na mohojnë të drejtën tonë për të zgjedhur të përfaqësuarit tanë dhe na detyrojnë të pranojmë një sistem ku korrupsioni dhe nepotizmi janë të normalizuar. Kjo është një formë e dhunës politike, një mënyrë për të na shtypur dhe për të na parë nga lart. Politikanët që mbështesin listat e mbyllura nuk janë të interesuar për mirëqenien e vendit. Ata janë të interesuar vetëm për të mbajtur pushtetin dhe për të shfrytëzuar burimet e Shqipërisë. Ata janë gati të bëjnë çdo gjë për të ruajtur status quo-n, edhe nëse kjo do të thotë të shkelin ligjin dhe të tradhtojnë besimin e popullit. Koha për të ngritur në këmbë është tani. Shqiptarët nuk mund të qëndrojnë indiferent ndaj kësaj situate. Është koha që ne, si popull, të ngrihemi në këmbë dhe të kundërshtojmë këtë sistem të korruptuar. Nga Vermoshi në Konispol, nga Korça në Vlorë, çdo shqiptar duhet të bashkohet në këtë luftë kundër korrupsionit dhe krimit. Ne duhet të kërkojmë një sistem të hapur dhe transparent, ku çdo qytetar të ketë mundësinë të zgjedhë me mendje dhe ndërgjegje. Listat e hapura, ku ne mund të votojmë drejt për kandidatët, janë e vetmja mënyrë për të garantuar që zëri i popullit të dëgjohet vërtet. Një mesazh i qartë për kriminalët e pushtetit. Politikanët e korruptuar, qeveria dhe parlamenti i sotëm nuk janë përfaqësuesit tanë. Ata janë armët e një sistemi të vjetër që ka dështuar të gjithë ne. Ne nuk do të lejojmë më që të na shfrytëzojnë, të na mashtrojnë dhe të na shtypin. Koha e ndryshimit ka ardhur dhe ky ndryshim do të vijë nga ne, nga populli. Listat e mbyllura duhet të zhduken. Korrupsioni dhe nepotizmi duhet të ndëshkohen. Kriminalët që kanë shfrytëzuar vendin duhet të japin llogari për veprat e tyre. Kjo nuk është thjesht një kërkesë, është një detyrim që ne kemi ndaj vetes dhe ndaj brezave të ardhshëm. Shqipëria nuk është pronë e këtyre kriminalëve që e kanë mbajtur vendin në errësirë për dekada. Shqipëria është e jona dhe ne kemi fuqinë ta ndryshojmë atë. Le të ngrihemi në këmbë, le të bashkohemi dhe le të luftojmë për një të ardhme ku demokracia nuk është një fjalë e zbrazët, por një realitet i gjallë. Jo listave të mbyllura. Jo korrupsionit. Jo krimit. Po një Shqipëri të lirë, të drejtë dhe demokratike.